se Allahu xhallahu ala I ka dhënë rëndësi të madhe pendimit. Kjo nga se Islami si fe nuk trajton vetëm disa çështje të caktuara të jetës njerëzve, po e trajton njeriun si krijesë me gjithë paketin që ka njeriu, do me thonë me gjithë problemet e tija, me gjithë mirësit, me gjithë veset dhe virtytet. E një prej aspekteve të rëndësishme të natyrës njerëzore është se njeriu është I gabuar. Për këtë shkak, kur të merret parasysh kjo, që çdo njeri në këtë dynjë gabon, mendoj mos që ky gabim me pat mënyrë për ta përmirësuar. Andaj Allahu xhallahu ala ka zbrit një koncept të plot, I cili zë një vend të madh të literaturës tonë, të cilin ne e quajmë pendim ose teube. Dhe për këtë ka argumente në Kur'an, e ka argumente në hadithet e Muhamedit Allahut sallallahu alaihi wasallam, për shkak se kjo realisht trajton një pjesë të madhe të natyrës tonë. Kullu bani Adem khata. Thot pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, të gjithë bijtë e Ademit, të gjithë, pas një përjashtim, të gjithë bijtë e Ademit janë gjunahçar, janë gabimtar. E tash kur të bjen njeriu në këtë gabim, a duhet Allahu xhallahu ala me zbrit dispozita dhe mënyrë se si del njeriu nga ky gabim? Po, Allahu ka zbrit diçka që quhet pendim. Ajo është mekanizmat dhe metoda për dal njeriu nga diçka e padëshirueshme për të dhe nga diçka e padëshirueshme për Zotin e tij xhallahu ala. Për këtë çka ti gjen Kur'an ajete të shumta ku Allahu xhallahu ala nxit në këtë gjë, në pendim. Thot Allahu ju besimtar, tubu ila Allahi taubatan nasuha. O ju besimtar, pendojuni tek Allahu me pendim të vërtet dhe të sinqert. Pse? Për shkak se nuk mjaftohet Allahu xhallahu ala, po edhe nuk është do me thonë origjinale që njeriu të pendohet nga pamja jashtme e tij, po pendimi të jetë I sinqert dhe I vërtet. Për këtë shkak Allahu e potencon dhe thot nuk është çdo pendim. Ka pendim dhe pendim, e kupton? E Allahu don nga ne originaliteti gjatë pendimit ton. E ky trajtim kuranor, do me thonë na tregon neve që Allahu xhallahu ala nuk don vetëm se mirëqenien e njeriu në dynjë dhe në ahiret. Për shkak se pendimi si koncept jo se na bën neve të rrahashëm në dynjë. Ne e dimë që ai që pendohet sprovohet, apo? Bindem, jemi të bindur në këtë gjë. Mirë, po ne gjejmë rehatin, pendimin ton dhe Allahu në dynjë, po ç'është më e rëndësishmja, gjejmë lumturinë ton pasi të vdesim dhe shkojmë tek Allahu xhallahu ala. Për këtë shkak gjejmë gjithë këtë vend të madh në fenë Allahu xhallahu ala për një koncept të rëndësishëm I cili quhet teube, pendim. Hapi 2-3 faqe të Kuranit do të gjesh teube. Hapi 5 faqe një hadith do të gjesh se feja e Allahut sillet rreth trajtimit të kësaj problematike e cila kthehet natyrën njerëzore, se unë edhe ti tash si dalim prej këtu do të bëjmë gjina Allahu te barek. Që na tregon neve se kjo pjesë e natyrës tonë njerëzore me do e mos të ketë mënyra dhe mekanizma të përmirësimit të cilat ne I quajmë pendim ose kthim tek Allahu xhallahu xhelalu.